Shkojnë sa bukur është hyrja e dyqanit. Unë se po mbarova punë dhe hyn këtu tek dhoma e vizitave ku punoj unë. Ferruccio. Duket duhet bëjmë një sfidë. Kush gatuan më mirë, unë dhe Hekri. Si thu Hekër? Më ka ikë zëri, si që shihni, jam pak për qef sot. Megjithatë, do kemi një tjetër vlogmas. Unë jam Romi, për ato që më shohin për herë të parë. Dhe sot do t'ju marrë pak në ditën time. Kisha menduar diçka tjetër për sot, por u qova kështu si e sëmur dhe thash që do t'a marrë më chill në mënyrë që të rekuperohem për ditët në vazhdim. Para disa ditësh pash fushatën e re të Ada Herbs, më pëlqeu shumë dhe pash disa pako shumë të bukura dhe mendova që ishin perfekte për t'i bërë dhuratë, sidomos mamit edhe tezes. Kështu që mendova të shkoj fizikisht në dyqan dhe t'i shoh nga afër dhe në rast t'i zgjedh. Do kisha patur dëshirë që një ditë ja kisha dedikuar vetëm dhuratave dhe të shkonim bashkë nëpër dyqane, por nuk e dija do arrit ta realizoj këtë gjën për shkak të ngarkesës dhe duke qenë se jam çdo ditë në punë. Kështu që thash fillimisht të shkoj këtu te Ada Herbs, pastaj ndoshta pak nga pak do shkojmë çdo ditë dhe mund ta bëj ndoshta një video ku i paketoj dhe ju tregoj më shumë. Do ta mendoj mirë këtë gjë. Jam duke shpresuar shumë që mos të ketë trafik, në mënyrë që të mbaroj puna atje dhe të lë Hekrin të marrë bazën nga qerdhja dhe unë t'i drejtohem punës. Shkojnë sa bukur është hyrja e dyqanit. Kam bërë një punë shumë të bukur. Mirë, pra, është momenti zgjedhjes së dhuratave. Jam këtu me Mikenën që do më ndihmoj të zgjedhim dhuratat për mamin dhe për tezën, siç që thash. Nisim më një herë. Po, këto vlogmas mi kanë nxjerrë gjitha dhuratat sheshit para kohë. Shumë me hile kjo gjë. Shkojnë sa bukur dhe këndi brenda me dhuratat. Marrë dhe njëri filler me shampon Hane që është duke përdorur Hekri dhe e ka mbaruar. Hekri ka flokët kaçurela dhe i ka kryesisht të thata dhe ka qenë perfekte për të, ndërsa unë vazhdoj përdor shampon time me ekstrakt rushi. Lash Batën dhe Hekrin në shtëpi dhe përdrejtohem punës, ka shumë trafik sot. Kur të kthem pastaj në shtëpi do t'ju tregoj se çfarë kam zgjedhur për secilin person edhe në bazë të lëkurës flokut. Ndërkohë jam duke parë këtu se më duket bën një aksident. Unë se po mbarova punë dhe do bëhem gati që të kthem në shtëpi, është ora 7, por doja t'ju tregoja pak ambientin ku jemi transferuar sepse unë punoj në 2 pika, njëra që ndodhet në Astir dhe njëra që ndodhet në Kamës. Pika që kemi qenë në Kamës është spostuar e njëjta zonë, e njëjti pellg, por vetëm jemi në bulevard. Tani nuk jemi më tek rreth rrotullimi dhe do ju tregoj pak ambientin e ri. Këtu është praktikisht ku ulemi dhe kemi një pjesë të mirë të mjeteve. Këtu janë pajisjet dhe këtu është hyrja,
siç e shihni, vajzat e kanë zbukuruar shumë bukur pemën, që e ndër si vjet, dhe pastaj këtu presin pacientët për vizita dhe hyn këtu tek dhoma e vizitave ku punoj unë. Zakonisht kjo dhoma është e errët, siç bëj dhe shaka unë për të bërë vizitat, por këtë herë kam ndezur dritën se mbarova dhe sigurisht kur bëhem gati pastaj e ndez. Dua t'ju tregoj pak një pjesë të koleksionit. Do kemi disa oferta me rastin e fundvitit, festave të fundvitit, do kemi disa oferta për të cilat mendoj që duhet përfitoni, sa mund bëni dhurata interesante. Kemi një shorte që është nga 20 deri në 50%, kush është fatlumi, ja, po ja tregoj pak. Shorteu është këtu, ju zgjidhni dhe përfitoni uljen. Tani kjo është pak me shans. Do ta provoj dhe unë për ndonjë palë syze dielli. Faktikisht Hekri ka dëshirë të bëjë syzet e reja. Dhe pastaj kemi një koleksion të gjerë si për syzet optika, ashtu për syzet e diellit dhe për fëmijët, që është sektori atje në fund. Këtu kemi optike, këtu kemi dielli. Këto i kam dhe unë që janë Givenchy, janë shumë të bukura, edhe këto i Saint Laurent këtu sipër janë shumë të bukura, ka shumë që më pëlqejnë. Kemi një zgjedhje tjetër për sa i përket syzeve optike, ku është si një kënd për fëmijët pastaj. Ja, vjen bato, do lozim me një herë me atë. Edhe kjo lulja që më pëlqen shumë dhe duhet ta marr dhe unë në shtëpi një. Si duket optika nga hyrja, mendoj që vajzat kanë bërë një punë shumë të bukur me zbukurimin e pemës. Thjesht do të bëja një prezantim të optikës, se nuk para ja u kam bërë, nëse keni dëshirë ja u bëj dhe të optikës në Kamës. Dhe gjithashtu do nxjerrem më duket edhe disa oferta të syzeve të diellit me 50 dhe 70%. Edhe kjo mendoj që mund të jetë një ide interesante për fund vit, me që po flasim në këtë vlog mas për ide dhuratash, Krishtlindje, vit i ri. Ne tek familja ime i bëjmë dhuratat për Krishtlindje, por në shumë familje të tjera i bëjmë për vitin e ri, kështu që si ta keni më mirë juve, por mendoj që mund të gjeni gjëra interesante. Unë syze diellit nuk ju them asnjëherë jo, ja adhuroj dhe kam shumë dëshirë gjithmonë të blej, të shtoj koleksionin tim, sa më duket edhe si një koleksion, sikur bëj një koleksion të një produkti dhe i mban me vite me radhë. Është që unë kësha nxjerrë ca batanie dhe organ për të larë dhe ato e kanë shpëtuar dhe nuk është thyrë as pllak as gjë. Tani do mundohemi që ta sistemojmë, ndërkohë Bato është duke bërë nazë sepse kemi ca Lego shumë të vogla që ja kanë dhuruar dhe nuk ja japim se janë shumë të vogla dhe një ditë bënte shaka, i fuste të gjitha në gojë dhe mbushte gojën plot. Ishte shaka, nuk është se po e bënte për t'i ngrënë, po imagjino t'i kalonte pa dashur ndonjë dhe ne ja kemi fshes dhe i ka parë dhe tani po qanë o t'i marri o s'ka dhe ne po i themi jo. T'ju them dhe një lajm pozitiv. Kam dhënë një intervistë për ditën e ditëlindjes Batos me revistën Story, kështu që do t'ju vendos disa prapaskena dhe gjithashtu do t'ju vendos linkun këtu poshtë në description që shkoni ta lexoni. Dhe shpresoj t'ju pëlqej, më komentoni nëse keni lexuar dhe si është dukur. Fjeti Bato, fjeti me një herë si ishte shumë i lodhur dhe nuk arrita as të tregoj pak rutinën, se dikush më ka shkruar në Instagram që do kishte dëshirë që t'i tregoja pak më shumë mbi rutinën e Batolinës. Do bëjmë diçka me ngrënë dhe Hekri, unë erdha shumë vonë sot nga puna, erdha në orën 8 dhe nuk është se këndeta shumë me Batolinën, plus çfarë ndodhi tragjedia vazhdon, historia me Tharsen. Do bëjmë për të ngrënë, për darkë, unë dhe Hekri pinca. Ju kam thënë që
kemi zënë brumin. Shife si e kemi zënë brumin. Ja, brumi i zënë. Tregova para disa vlogjes që këtë, le të themi, një version shumë i shpejt, por shumë i shishëm, e kam mësuar nga Tezja, dhe e përshëndes, dhe bëhet shumë lehtë, shumë easy dhe dalin shumë të mira, shumë të mira. Për recetën na ndihmon shefi italian, Ferruccio. Dhe pak vaj ulliri dhe do përgatisim salsën. Mbaj mend nëse Tezja ime e bënte me salsa apo me tomate pomodorini. Mbaj mend ti Hekër? Me pomodorini. Me pomodorini, me burrata, me crudo edhe me rucola. Jemi shumë keq nga kolla, si unë si Hekri. Hekri u bë 1 muaj. Unë vazhdoj mos ka zënë kolla e mirë. Pak më e mirë. Do blem qumësh gomarice loq që ta pim edhe të na kaloj. Se në gjithë batu. Po batu sigurisht që po. Nuk është ndonjë shkencë. Okej, këtë herë në krye të kuzhinës është Hekri. Duket duhet bëjmë një sfidë. Kush gatuan më mirë, unë dhe Hekri. Si thu Hekër? Nëse Hekri fiton në mish, unë fiton gjë tjera. S'po përgjigjet. Ja, E dim po. t'ja drejtojmë kamerën. Qa ke më thënë? Bejti shumë mirë që të gjërat në mish, në të mbasësh. Po në gjërat e tjera? Është varë që Ha. e etën mbërsira ta hapë pra. Okej. Të brumat, se di, Okej. mund të hapim sfidë. Okej, do hapim sfidë në brum pra atëherë. Do hapim sfidë në cinnamon rolls që është dhe ëmbëlsirë dhe brum. Që ja ka marrë dorë, e ka bojë 20 milion herë. Ha. Si të mund tani do bëjt buk burger. Po edhe atë e bëj unë. Unë e Kur ka qenë pandemia, që ju ishim te ajo shtëpia që ju tregova në një vlog mas javën që shkoj, një nga gjërat që perfeksionuam në atë kohë ishte buka e burgerit, sepse bënim burgerit nga do të butat shumë të mira në shtëpi vetë dhe shumë gjëra të tjera se si është në ditët. Atëherë u bëm gjithë kuzhinjera, shefa. Hekri ka bërë gati gjitha gjërat këtu dhe besoj se do fillojmë t'i vendosim me njëra tjetrën. Hekri e bëri kështu, të vetën, kurse imja do jetë me prosciutto crudo. Do ja shtojmë në fund se pasi të shkrejet. Se kam atë kështu. Chef, come va? Ferruccio, come va? Questa è una pizza. No, shikoni. Dyson. S'len Dyson-i versioni i ri. Dyson-i versioni i ri. S'le gjë më rënë tokë. Dhuratat e para i bëra dhe ka një paketim shumë të bukur, shikoni. Shumë lër një kjo tjetra sa e bukur që është. I më shefa sepse bato sa hyra me pakën në dorë filloi bëri. Kështu sikur gjasnë me i surprizuar, sikur çfarë kishte dhe i donte t'i merrte, kështu që do t'i mshe dhe do t'i nxjerr pastaj natën e Krishtlindjeve, vigjiljen e Krishtlindjeve dhe do t'i vendos në aty poshtë dhe se ai do çojë do t'i hapi, po nuk janë dhuratat e batos këto. Fillimisht doja t'ju tregoja që kam marr 2 refill për shtëpinë, kam marr shampon me mjalt, që siç ju shpjegova është shampoja që përdor Hekri. Hekri ka flokacurela të thatë dhe është shumë i mirë hidratues.
ka qelluar që ja kam përdor edhe Batos ndonjëherë dhe ja ka larë shumë mirë flokët dhe ja përdor Batos sepse di çfarë përmbajtje ka brenda, përbërësit janë të deklaruar, është shumë safe dhe për këtë arsye ja kam përdor pa problem fare. Dhe kjo është një nga arsyet pse unë e adhuroj Ada Herbs për sa i përket cilësisë dhe përmbajtjes së produkteve që janë organike dhe janë të gjitha të deklaruara. Pra janë shumë transparent, nuk keni asgjë që nuk është e deklaruar. I keni si në web, ashtu edhe në packaging dhe kjo është shumë për të vlerësuar, sepse sigurisht ka standarde të larta europiane. Dhe shet dhe në Amerikë, kështu që nuk Amerika ka edhe ajo kriteret që nuk është se lën çdo produkt të shitet atje, madje kush jeton në Amerikë nuk e di nëse më ndiqni nga Amerika ndonjë. Ada Herbs ka bazë edhe atje dhe shipping është shumë i shpejt, realisht shumë i shpejt. Mund të jetë, nuk dua të them ndonjë gjë të gabuar, por mund të jetë 1-2 ditë ndoshta, por e di që është shumë i shpejt dhe mund t'i gjeni edhe në Amazon ose në webin zyrtar si ta keni, më të lehtë. Ja, këto janë refillerat me honey. Pastaj do hap këtë të bukurën, që është shumë e bukur, dhe këtë dhuratën e kam menduar për Hekrin, me që Hekri shkoi edhe në balkon për pi duhan, po jo t'rregoj të parën këtë. Më pëlqen shumë jeshilja, përveç se është një nga ngjyrat e mia të preferuara, po edhe me këtë kombinimin e dy fjongove. Nuk dua që po ja fus kot me jeshilën, se këtu thot Rapunzel's Hair dhe kam përshtypjen që është një set për flokët. Dhe nëse është seti për flokët, nuk është dhurata e Hekrit. Dhe ja ku është në fakt, është seti i flokëve. Këtë dhuratën e kam bler për tezen, ajo ka flok bjonde, naturale, por i ka me fije dhe mendova që është momenti që të përdori linjën e Ada Herbs, sepse dihet floku i lyer dhe jo vetëm si është. Kështu që kam marrë setin tim të preferuar për flokët. Kjo është hair lotioni, maska që lihet pa shplarje, mund bëhet me njëherë pasi lan flokët ose pasi i thanë, vendoseni ju vetë. Superfoodi, unë kështu i them dhe mendoj që është gjetja perfekte e emrit, vaj flokëve. Pastaj kemi një guasha, që ma keni parë disa herë, se nuk dua ta prish shumë paketimin. Shikoni. Dhe mbështjellësit janë shumë të bukur. Shikoni. Gjithmonë produktet e Ada Herbs më kujtojnë ato spat luksoze dhe e fundit është shampoja, edhe asajt ja kam marrë me honey, me mjalt. Tani do i kthej sërish bukur siç ishin. Në dyqan ishte prezente edhe Mikena që është një nga themelueset, jo kam treguar dhe më ndihmoi shumë për sa i përket zgjedhjes së produkteve. I përshkruva pak llojin e lëkurës, llojin e flokëve dhe për secilin më bëri nga një set të caktuar. Gjithashtu këtë periudhë setet janë me ulje, kështu që përfitoni, realisht është momenti i tuhur që të kujdeseni për flokët tuaj. E kam thënë dhe një story në Instagram, por përfitoni sepse nuk ndodhin shpesh këtë ulje dhe unë sidomos kur ka ulje në sezonin e dhuratave jam shumë happy sepse kjo më lejon që të bëj dhurata akoma dhe më shumë me buxhetin që ruaj dhe më shumë. Tani do kalojmë tek dhuratat e tjera. Okej, kemi mbajtsen e produkteve, këtë e kam unë dhe shumë mirë sepse do ta ketë edhe një Hekri, mos në fusi durët e imja. Se bëj shaka. I kam futur një larës me shkum super delikat, sepse Hekri ka, përveç se ka pak lëkurën tendencë të jetë ndryshme, ka një problem tjetër që ka ekzem, sidomos në pjesën e skalpit dhe do disa produkte specifike. Këtu pinca u bugati thot Hekri. I kam marrë
Goddess, që është perfekte. Është serum shumë i mirë dhe në rastet kur personi ka këto probleme me lëkurën dhe e kam shoqëruar sigurisht me SPF, por me zink, me 100% mineral, edhe kjo është shumë e mirë për rastin e lëkurës së hekrit dhe i kam futur pra këtë për ditën dhe për natën sigurisht më përdoret Goddess, por i kam futur dhe një Night Bliss, një face cream. Kjo është me mjalt edhe kjo është shumë ushqyese për rastin e lëkurave. Me ekzemplo, këto e përdor dhe unë dhe sa herë e përdor të nesër më në thot mami në kamerë kur merr në telefon që shkon në punë, më thot çka ke përdor se pas ke shumë mirë lëkurën. Kjo ishte pra 4 produkte shumë esenciale por që bëjmë punën dhe mendoj që ne do të fokusohemi në këto gjëra, pra më shumë të kemi disa produkte që kanë një funksion të mirë në disa aspekte, sesa 100 produkte që bëhen pastaj stres njëra mbi tjetrën dhe më duket sikur ndonjëherë veprojnë kundër. Unë jam atë shprehjen veriore pak dhe sakt dhe këtë shprehje po ja thoya edhe Mikenës sot, i thashën një gjë që vlerësoj tek ju është se keni ato produktet, ato rutinat që veprojnë shumë mirë në disa aspekte dhe that's it. Nuk ke nevojë të rish aty jo po dhe këtë, jo po dhe atë. Okej, tani dhurata e fundit që është e mamit tim. Edhe mamit i ka marrë skincare, sepse sigurisht është e fiksuar. Dhe do t'ju tregoj, mami ka një lëkurë shumë sensitive, nuk pranon çdo produkt, i krijon reakcion dhe përveç kësaj sigurisht është një lëkurë mature, sepse mami është mbi të 50-at, nuk ja u them moshën e saktë se nuk e di a ka shef që t'ja u them. Do ta pyes një herë tjetër. Pavarësisht ajo duket 40, më ça. Ja. Shikojmë këtu tani çfarë më këshilluan tek Ada për mami. Edhe për mamin kemi këtë. Kjo është shumë e mirë, sepse ju kam thënë ka një si veshje brenda, një si stres që e mban të ngritur up, dhe më pëlqen shumë materiali që është përdorur shumë i mirë. Më kujton pak ca materiale të gjysheve një kohë, ato që materiale që nuk vdisnin kurrë. Tani për mamin kemi face mask, kjo është super e mirë. Unë mbasi e përdor këtë, lëkura ime shkëlqen kështu 2 kilometra larg. Night Bliss edhe për mamin, shumë ushqyes. Dhe Goddess, serumi must për çdo person. Dhe e fundit face cream. Se thash kjo është anti-aging. Tani ato nuk do e prisnin fare, po si që thash me këto vlog, mas inshallah se janë du i pa që t'jetë surprizë, por do shkoj të marrë dhe nga dy gjëra tjera të vogla nga ato sugjerimet që ju bëra dite, por dhe ato ndoshta e kam parë, që nuk do mbetet asgjë surprizë më duket. Mirë, do të rikthej sërish paketimin e bukur dhe do t'i fshese me baton. Pak që nuk nga shembur pema, është gjë e madhe. Ja dhe hekri, bravo Loçka. Ja dhe imja tamam pinca kështu italianske. Dhe si që të thonim po të ishim në Itali, buon appetito. Erdhi momenti që ta mbyllim dhe këtë ditë shumë të çuditshme. Nga një aspekt me gjëra shumë të bukura, nga aspekti tjetër me surpriza, po jeta kështu është, rëndësi ka që ne të marrim më të mirën dhe të ecim përpara. Kështu që unë dhe filozofia. Unë do t'ju përshëndes. Faleminderit shumë që më keni ndjekur deri tani dhe mos harroni të komentoni, të bëni subscribe, të ndani këto vlogmas me njerëzit e tuaj të dashur. Dhe unë thjesht doja t'ju falenderoj realisht shumë, ju dërgoj një përqafim të madh dhe ne do shihemi sërish nesër.
dhe urojmë inshallah me së të mirë.